Vllaznia basketit Përmbeshku zhvilloi ndeshjen e parë në finalen e kryeqytetit me ekipin Bardhëbull dhe u mund me 3 pikë diferencë me Zëvendës Tarnejin, Roni Xheçaj. Përsor një ndeshje rivalësh, por që u mbyll me fitoren e ekipit të Vendas. Për ne ishte një ndeshje shumë e vështirë, pas parasysh edhe mungesat që kena pas gjatë javës, me dëmtimin e lojtarit të ri që morëm Murray dhe të lojtarit tjetër Parker. Ishim në mungesë të pozicionit qendër në ekip. Gjithashtu edhe numri 0 organizatori kryesor i ekipit ishte ndeshja e parë pas një dëmtimi 2 mujor. Mendoj që bëmë mirë, nejkoj pak lodhje në fund, ku bëmë disa gabime në përfundimin e aksioneve, por në përgjithësi ndeshja u zhvillu me shumë rivalitet, edhe mendoj që kishim mundësi edhe për ta fituar. Por shpresojmë që këtë gjë ta bëjmë Shkodër në ndeshjen e ardhshme, ditën e mërkurë. Dhe besoj që një nga lojtarët do na rikthehet në këtë ndeshje, por nuk e kemi të sigurt, pasi ka një dëmtim që duhet ta shohim gjatë javës. Besoni që mund të barazohen shifrat me një fitore në shtëpi të mërkurë? Ne besojmë shumë që do të kthejmë rezultatin, do ta çojmë 1-1. Të mërkurë në Shkodër. Besoj që edhe publiku shkodran do jeti shumë në shkallat e Pallatit Sportit Qazim Dervishi. Edhe ne premtojmë që të bëjmë një performancë shumë dinjitoze dhe do kërkojmë vetëm fitoren. Më tepër që edhe në pushimin e ndeshjes së Vllaznia Tirana ditën e mërkurë, Këshilli i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me shoqatën e basketbollit ka planifikuar një ceremoni nderuese për disa figurat e basketbollit. Çka jep edhe më tepër entuziazëm dhe spektakël saj klasike. Patjetër, është gjë shumë pozitive që Këshilli i Qarkut edhe zoti Ndou kanë menduar bashkë me presidentin e shoqatës Sokol Dibra që të ndërrojnë këto figura, të cilat kanë shpallur Vllaznin kampion në vite, dhe besoj që do jetë një ceremoni e bukur dhe kuptim plot. Ditën e mërkurë nuk do të jetë vetëm kjo ceremoni, por kam edhe njoftim për gjithë publikun shkodran që gjitha të ardhurat nga biletat e kësaj ndeshje do shkojnë në ndihmë të ish sportistit tonë dhe ish kampionit vllaznisht në basketboll, Fatjon Taraboshi, për t'ju gjendur pranë në këtë situatë vështirë, ku kërkon që gjithë jemi bashkë dhe të bëjmë më të mirën për të. Sukses. Faleminderit.